Dugagjini është bashkuar për t'i dhënë mbështetje maksimale kandidatëve të Partisë Socialiste si asnjëherë më parë. Ky ka qenë mesazhi që banorët e zonës i dhanë kandidatëve Mariana Koçeku dhe Marian Dërshtiçaj. I pranishëm në prezantimin e kandidatëve në Breglumi në qendër të njësisë administrative të Shalës ishte drejtuesi politik Benet Beci, i cili u ndal tek rëndësia kësaj vote për vazhdimsinë e vëmendjes dhe projekteve transformuese për zonën. Dugagjini jon i jashtëzakonshëm në bukuri, në kulturë, në traditë, në trashëgimi, ka kaluar ditë jo fort bukura e me histori jo fort vështirë. Po që besa ka ardhur koha për me shkruajt i kapitull krejt të ri kësaj historie për të ardhmen tonë, bashkuam. Unë ja kam bërë shti venit, kam linë këtu edhe kam hell hapat e parë. Dhe këtë borç unë nuk mund ta laj me fjalë, por me vepra. Prandaj jam këtu, me kërku mbështetjen tuaj, që më dhanë mundësi, që me vepra ta tregoj Dugagjini drejt sardhmes e drejt zhvillimit e të kthehet në një qendër turistike, një motor zhvillimi, jo vetëm për Shkodrën, por edhe për tonë Shqipërinë. Ne dzuam dhe Marianin dhe Marianën. Kush më shumë se ju mund të luftoj për ta? Ju do të jeni të parët me mbështet, sepse mbështetni veten tuaj. Mbështetni Dugagjinin. Mbështetni investimin. Unë e du këtë fitore të filloj nga Dugagjini dhe sepse ju jeni njerëz mirënjohës, punëtor, dhe keni kuptu me mençuri se ky është momenti i duhur, kudo ku jeni, këtu e jashtë kudo, që të rikthehet Dugagjini në lavdin që ka pas. Më motivoni që si ekip bashkë me deputetët ne të vazhdojmë një punë të jashtëzakonshme, ta shihni Dugagjinin aty ku se keni çuar në ndonjëherë më parë. Donerojmë veten dhe nuk na vjen shon si tha Benet Beci. Për këtë jetë ma me pas dy kandidat, në të njëjtën listë, në të njëjtën namen. Me votoni pesën Partinë Socialiste, me votoni Marianin, se nëroni vetën dhe nërën Zoti. Dugagjini gjatë 2 viteve të fundit ka përjetuar investime të rëndësishme që nisin me rrugën me 2 lotet e saj, rekonstruksionin e urave dhe rrugëve që lidhin fshatrat e njësisë së Shalës, ndërkohë që shumë shpejt pritet të zgjedhet edhe furnizimi me energji elektrike për të gjithë zonën e Alpeve në veri të vendit.